në Kur'an Allah Azza wa Jall na sjell, domethënë edhe si thash më herët, shpërblim të madh, premtim për botën tjetër, në ahiret, për ata që mirë po na sjell edhe shembuj konkret, ngjarje dhe rrëfime të profetëve ose edhe jo të profetëve të evlijave të njerëzve domethënë të ngritur te Allah Azza wa Jall. Na sjell shembuj Kur'an se si ata kanë arritur me u përmbajt mlefit. Mirë po, nëse marrim dhe këto e përbledhim pa hyrë në detaje, pse ata kanë arritur me përmbajt mlefin? Pse kanë bërë kaq shumë durim ndaj situatave, sprovave të ndryshme, fortunave të jetës? Po shkak që qëllimi i tyre ka qenë një. Me përcjell mesazhin e Allahut në vend, nuk ka qenë as pak dert nëse atina ju është kanos rjeta, ose nëse ati ju është prek deri, ose nëse ai është prek trupi. Ka pas raste që Jusufin alayhis salam dhe e kanë rrah, dhe kanë dashur me mbyt, ose tash nëse marrim si shembull që ka qenë njëri i sprovuar dhe të kohën do të thonë ka pasur. Jusufi përmendet posaçërisht për një model të lartë të durimit dhe të mos mllëfosjes. Cila është urtësia e historisë së Jusufit dhe si do ta lexojë një besimtar duke mos ngelur vetëm në atë dimensionin historik të së shkuarës? Është një mësim jete, kisha më thonë, për atë arsye dhe Allah xhela ka thujt ahsan al-qasas, rrëfimi më i mirë, sepse është komplet një jetë, një mësim jete, që në çdo situatë mund ta gjesh zgjidhjen e problemit në rrëfimin dhe në tregimin e Jusufit alayhis salam. Prandaj thash, synimi i tij ka qenë që ta çojë mesazhin e Allahut në vend, kënaqësia e Zotit, nuk ka qenë aspekti personal sa apo dëmtohet apo jo. Dhe përveç kësaj e ka ditë se jeta e kësaj bote është shumë, domethënë e pavlerë, shumë e shkurtër. Domethënë mund të kalojë njeriu sa që le mbyll syt, por synimi i profetëve ka qenë kënaqësia e Allahut, me shumë mesazhin në vend dhe xhenetit e tij, bota tjetër.